Do të flasim tani edhe për zgjedhjet në Kosovë, raundin e dytë apo balotazhin e zgjedhjeve vendore të zhvilluara ditën e diel. Mëngjesisht do diskutojmë me zotin Sy Lukshini, diplomat ish ambasador i Kosovës në Shqipëri. Zoti Lukshini, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Atëherë, ishte rezultat surprizë në mënyrë të veçantë ai i Prishtinës në opinionin tuaj, pastaj do të flasim edhe në tërësi në lidhje me zgjedhjet me raundin e dytë në Kosovë. Jo, të thënë drejtën, jo, nuk ishte befasi, sepse unë mendoj që VV pas që përdori gjitha resurset shtetërore, që nga njerë është praktike edhe të ne edhe të ju që përdorën, po i përdori, domethënë nuk mund të mohohet. Unë mendoj që bëri një gabim të madh në Prishtinë, duke dalë frontalisht kundër PDK-s. Dhe kjo në fakt i bëri që votues të PDK-s pa dashje, domethënë VV i çoi te përparim Rama. I bëri të angazhoheshin më shumë. I çoi te kandidati përparim Rama i LDK-s. Dhe në anën tjetër përparim Rama e luajti një lojë politike, them më të matur, më pragmatiste se VV. Ai u afrua me PDK, mori pjesë në demonstratat për procesin e gjykatës speciale, domethënë bëri disa lëvizje që e shihnin si një figurë pak më unifikuese në krahasim me kandidatin e vetëvendosjes. Zoti Lukshini, si më është ndarë harta? Pra ka një farë balance mes partive politike pas tyre zgjedhjeve vendore? Të jemi të qartë, në këto zgjedhje pa diskutim, me pak ose më shumë, në këto zgjedhje vendore ka dalë fituese lëvizja vetëvendosjes, sepse nga 3 bashki, ose si themi ne komuna, ka arriti bëj 7, 7 i ka LDK, 6 në duket i ka PDK, dhe në një farë mënyre prapërsisht është ai rezultati që është nivel qendror. Domethënë është një lloj balancimi i skenës politike. Tash, cili do të jetë maksimumi nuk e dim, por ajo që është evidente. Lëvizja vetëvendosje gradualisht bastionet e lidhjes demokratike po i rrëzon një nga një. Dhe që 25 vite në fushë Kosovë ishte lidhja demokratike, ishte gjatë edhe në Gjela, në Kameni, janë disa bastione që kanë qenë të njohura për lidhjen demokratike, të cilat tani i ka marrë lëvizja vetëvendosje, dhe par nga kjo perspektivë nuk është e rastishme që Kurti e shigjeton më shumë të Partinë Demokratike, sepse unë mendoj që ai konsideron si rivalin kryesor edhe në të ardhmen. Ndërkohë, zoti Lukshini, kjo balancë reflektohet, kjo që pam në zgjedhjet vendore reflektohet padyshim edhe në zgjedhjet e përgjithshme që ne dim tashmë kanë krijuar një ngërç politik që zgjat pothuajse një viti, në shkurt të vitit tjetër bëhet plot një vit, por shpresojmë që do të zgjidhet deri atëherë. Kjo balancë politike si ka mundësi që vijon të jetë ose më saktë është pozitive apo është negative për realitetin e Kosovës, sepse nëse shohim partitë si vetëvendosje, LDK, PDK, AK, plus edhe vendet, lista serbe dhe vendet e tjera, duket në një pamje të parë sikur ka stabilitet, është një vend demokratik, është e thjesht për të bërë koalicione, por realisht nuk po ndodh kështu. Pashtë të jemi sinqertë, unë dje isha në qendrën votimit, vërtet mënyra si votohet është vetëm, mund ta shohësh vetëm në vendet e Evropës, domethënë me demokraci të konsoliduar. Është jashtëzakonisht moderne, në qetësi, dhe ajo që është thelbësore. Njerëzit për dallim nga Shqipëria besojnë në procesin zgjedhor. Disa kandidatë të VV-s nuk e pranojnë humbjen, por zakonisht këta të PDK-s dhe të LDK-s dolin me njerë dhe i uruan kundër kandidatët. Kjo është kulturë demokratike, po unë mendoj që edhe VV-ja do përshtatet dhe do të emancipohet politikisht. Domethënë dhe do të jepë dorë gradualisht nga ajo çësia për t'i pa si armiq kundërshtarit politik. Rezultati që është i balancuar tregon që elektorati ka dhënë një mesazh që partitë politike duhet të bëjnë koalicione. Dhe natyrisht,
sistemi jonë politik, sistemi jonë kushtetues e imponon koalicionin për shkak, domethënë edhe të minoritete. Po. Por VV-ja me gjas e llastuar nga fitore 51% që kishte para 5 viteve, po heziton të ndaj pushtetin. Dhe pa nda pushtetin nuk mund të marrësh vota blanko nga opozita, sepse është krejt e natyrshme, nuk mund të thuash unë po bëm kryeminist dhe po bëm ministër, po ti e ki detyrim për me votu. Nuk e ka detyrim opozita me votu. Duhet marrëveshje patjetër. Opozita e ka detyrim vetëm nëse arrin një koalicion. Dhe unë mendoj që kandidati i ri, Glau Konjuca, nëse i ka duar të lidha, është një figurë shumë kohezive. Unë mendoj që ja vlen të bisedohet tullet, të bisedohet dhe të listohen gjëra. Si duhet të qasim i BE-s, si duhet të qasim i Shtetet Bashkuara të Amerikës, si duhet të qasim i dialogu, si duhet të qasim marrëveshjes së orit, si duhet të qasim gjykatës speciale. Dhe mbi këto premisa të arrit një koalicion. Sepse ne mund të shkojmë pafundësisht. Deklarata e Kurtit se të gjithë janë bërë kundër VV-s, qëndron realisht. Por, unë mendoj që kjo shkollë u mësua nga vetë Kurti, i cili në 2014 i kishte thirrë partitë politike, hajde të bëhemi kundër Partisë Demokratike dhe kundër Thaçit. Dhe është krejt pak, është natyrisht, është ideja që zakonisht opozita bëhet kundër atij që është në pushtet, jo kundër atij që është në pushtet. Është mos e normale. Është mos e normale, por edhe partia Kurtit me një bashki pat koalicion me PDK-n, me një bashki tjetër në vështri pat me LDK-n, domethënë ishte pak heterogjene. Por unë mendoj që tani mbetet të shihet a është ky maksimumi i fitores së VV-s në pushtetin lokal, apo në zgjedhjet e ardhshme do të ketë akoma ngritje. Në nivelin nacional ka pasur rënje, tani nëse mbas zgjedhjet e ardhshme do të shihet. Por unë mendoj që ne kemi sfida të shumta. Papunësia, emigracioni, dialogu, normalizimi i raporteve, domethënë ka shumë gjëra. Masat ndërshkuese të BE-s, pastaj dialogu strategjik i suspenduar me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe diçka nuk du të harrojmë. Klasa politike është për ta udhëhequr vendin, jo për të shkuar nga shkojnë simpatizantët e Facebook-ut. Sepse unë shpesh e përdori, ne duhet ta kemi shembull Gjermaninë. Gjermania në vitet 70-ta e pa që duhet ta ndryshoj politikën dhe Willy Brandt e bëri os politikën, e cila në dukje të parë dukej si kapitulim. Por solli bashkimin e Gjermanisë. Çfarë dua të them? Unë mendoj që nuk duhet të orientohemi në politika afatshkurtë vetëm sa për të fituar vota. Unë mendoj që duhet të ketë një vizion më të madh. Ku do të jetë Kosova mas 20 vite dhe 30 viteve. Domethënë është krejt e parasyshme kush fiton më shumë vota këto zgjedhje të zgjedhjeve të ardhshme. Domethënë thjesht duhet të jetë anija e Kosovës në që drejtim po lëndron, sepse historikisht, respektivisht, që nga rënia murit Berlinit, 1990, e deri me shpalljen e pavarësisë, Kosova arriti të ruaj dhe të lëviz në shinat që lëvizte politika ndërkombëtare. Dhe unë mendoj që duhet të ndjekim këtë gjurmë në mënyrë që Kosova të ketë një integrim më të shpejt në sistemin ndërkombëtar. Pastaj këto belat e katunit tonë, këtu brenda, kush fitoj vota më shumë ose më pak, nuk është këtë relevante për të ardhmen e vendit. Zoti Ukshini, të shpresojmë që ky skenar i juaj të dëgjohet, do të jetë më mirë vetëm për Kosovën, por gjithashtu edhe për Shqipërinë. Ju falenderoj. Faleminderit. Unë dua të shtoj vetëm se është mirë që partitë politike i njohin rezultatet dhe kjo është një kulturë demokratike dhe është një shembull jashtëzakonisht pozitiv që njerëzit pastaj besojnë në sistemin, në KQZ-n, besojnë në komisioner dhe kjo tregon që Kosova për 25 vite, pavarësisht që dikush ka thënë në shkatrum, kjo tregon që klasa politike për 25 vjet ka ndërtuar një sistem të qëndrueshëm demokratik. Faleminderit zoti Ukshini.